me zemër të madhe dhe shpirt që nuk njeh kufij. Ai është shembulli I njeriut që suksesin nuk e mat vetëm me fitim, por me dobinë që I sjell shoqërisë. I formësuar në mërgim, ku puna dhe përkushtimi I hap rrugë arritjeve në biznes, ai nuk harroi nga erdhi dhe kujt I përket. Përfitimet e tij u shndruan në shpresë për shumë familje në nevojë, në shërim për raste shëndetësore dhe në dritë për jetim që kërkonin një dorë mbështetjeje. Altruizmi I tij nuk ishte veprim I rastit, por mision I heshtur, që flet më fort se çdo fjalë, me që aty ku të tjerët shohin pasuri, ai pa përgjegjësi njerëzore. Në rrugtimin e tij larg dheut, mes sfidave të mërgimit dhe sakrificave të panumërta, ndërtoi jo vetëm biznes të suksesshëm, por edhe ndërgjegjje të lartë njerëzore. Solche Verkehrssituationen in einer Kreuzung, da wo die Grundregel rechts vor links gilt, mit Verkehrsteilnehmer, mit vier Verkehrsteilnehmer, erleben die Fahrschüler, die Schüler, erleben nicht so oft. Es wird nicht so oft erlebt in die praktische Prüfung. In reale Leben. Çdo arritje e tij mbante një premtim të heshtur që suksesi të mos mbetej individual, por të kthehej në forcë ndryshimi për të tjerët. Në heshtje, pa zhunë dhe pa kërkuar mirënjohje, ai u bë shpresë për raste sociale, për pacientë që luftonin me sëmundje dhe jetim që kishin nevojë, jo vetëm për ndihmë materiale, por dashuri dhe dinjitet. Çdo kontribut I tij ishte argument se humanizmi nuk njeh kufi dhe se zemra e njeriut mbetet e lidhur me vendin dhe njerëzit e tij, pavarësisht largësisë. Sjellim rrëfimin e një altruisti modern, ku solidaritetin e ka virtyt, biznesin mision dhe suksesin shërbim për jetën. Është historia e një njeriu që dëshmoi se mërgimi mund të prodhoj jo vetëm fitim, por edhe vlera njerëzore, vlera që lën gjurmë të përhershme në shoqëri. Odiseja 30 vjeçare e 3 dekada punë dhe rrugtimi nga vendlindja drejt sfidave jetësore, vështirësive të ndryshme dhe betejë altruiste drejt suksesit. Puna jone e instruktorit është punë që kërkon shumë disiplinë, edhe ti je shumë I strikt, ti je nganjëherë edhe të mos jesh ky që je, ti je pak kritik me nxënësa, sepse nxënësat janë mosha të ndryshme, duke filluar 16 e gjys, 17 vjeçar, 18, 19, të cilët nuk kanë provojë për komunikacion. Ne me gjithë bashkëpunëtorët e kemi për obligim që t'i edukojmë brezat e ri, sepse edhe ne na ka edukuar dikush. Unë pikërisht, nëse më lejohet, mund të shprehem të falenderoj shtetin gjerman, cilët para lufte, gjatë luftës e mbas luftës na I kanë hap dyert, unë I quaj dyert e ngrohta dyert e Gjermanit. Ta shkelësh tokën e Gjermanit në vitet 90, kur kemi ardhur ne me prind ton, ka qenë tepër e vështirë. Është një odise personalisht e paharruar, sepse ka qenë bukur vështirë që të vish, unë kam ardhur këtu kam villu, vitin 95, mund 10 orë, gjua gjermane ka qenë niveli 0. Kom pas tepër probleme me komunikim, sepse ka qenë një gjuhë cilën në Kosovë nuk ka qenë gjuhë amtare, gjua gjermane. Ne gjuhën amtare kemi gjuhën shqipe, ka qenë gjuha, nëse mund të quaj gjuha e ish Jugosllavisë, që kanë qenë 2 gjuhë amtare. E kemi mësuar gjuhën në shkollën në Volan,
ku unë jam shkolluar, kemi mësuar edhe gjuhën ruse, nëse mos harroj, të një pjesë në gjuhën frangjishte, kemi janë në Gjermani me gjuhën gjermane në nivelin e zeros. Domthonë kemi filluar, fillimi ka qenë këtu në nivelin e zeros. Shkallë për shkallë ju ngritur, duke duke mësuar edhe gjuhën gjermane, sepse kemi pas, nëse mund të quaj presion jo, po kemi pas gjithmonë prindin që ka qenë mësuesi shkronjavtar tha, mësuesi Ahmet, i cili gjithmonë ka thonë duhet me qenë dedukun, duhet me qenë shkollun, edhe e ka shpreh një fjalë e cila ka thonë me kënd rish, duhet me marrë një shtëpi. Në atë kohë kemi qenë të rinj, nuk e kemi kuptuar fjalën që ka thonë mësuesi. Ai e ka pas domthonë atë vetin që gjithmonë me pas sjellje të mira ndaj njerëzve, edhe kjo na ka shtyr neve që të përparojmë. Unë mendoj që gjithë bashkëdhetarët, jo vetëm unë, gjithë që kanë ardhur vitet e 90-ta në Gjermani kanë qenë sfiduar në një mënyrë dhe në mënyrë tjetër. Sfida numër 1 ka qenë ne kemi ardhur në një shtet si të huaj, nuk kemi njoft kulturën, nuk e kemi njoft qytetin, nuk kemi pas raporte në atë kohë miqësore me Gjerman, kemi qenë sigur si një zog i cili është futur në deti edhe nuk mund të fluturoj dot. Ka qenë domthonë vështirësi shumë në që ndoshta nuk mëj mi përshkru tash, sepse kanë kalu 30 vite, 3 dekada, nuk janë 3 ditë, ku domethënë këtu ka filluar vitin 95, kom filluar, që në gjuhë gjermane që shënohet Anfang, domethënë fillimi ka qenë vitet 95-ta, e farun, domethënë është provoja, cilën e kom bo me gjerman, me instruktora, cilët janë njerëz me shumë respekt. Pastaj vjen suksesi në vitin 2025. Kjo simbolizon shqiponjen e shqiptarëve me shqiponjet të amerikanëve të cilët na kanë ndihmuar para lufte, mas lufte dhe na vlerësojnë shumë dhe na ndihmojnë edhe tash. Këtu është simboli i lasht i qytetit nga vimi ne, i qytetit Voshtërës, ura e gurit e Voshtërës. Këtë 3-0 domethënë shumë veçantë. 3 janë 3 dekada, 3-0, 30 do thotë 30 vjet provoj në autoshkollë. Nuk flasim vetëm për vite. Flasim për një jetë të tërë për kushtime. Për 30 vjet me radhë, ai ka qenë më shumë se instruktor komunikacioni. Mësues durime, shambull korrektësie dhe njeri i besimit është Abdullah Kovaçi. Miqtë e tij e njohin njeri të fjalës, bashkëpunëtorët punëdhënës të drejtë, ndërsa nxënësit udhërrëfyes që nuk të lë vetëm në rrugë. Autoshkolla që e ngriti nuk është vetëm vend trajnim. Është hapësirë respekti, mirëkuptimi dhe rritjeje profesionale. Aty u formuan gjenerata që sot ecin të sigurta në rrugë,
dhe në jetë. Gjendemi në objektin e dytë që i përket autoshkollës Bon Drive, farshkullë Bon Drive të Bonit. Kjo me fjalë tjera quhet ka qenë një autoshkollë përmi 25 vite që emri i autoshkollës ka qenë Shike Farshullë, që nëse përkthejmë gjuhën amtare shqipe i bën autoshkolla e pedantit. Kështu që emrin nga Michael Shike kom pagzu para 2 viteve. Simulatori që gjendet pranë kamerës juaj është një simulator i cili ja u mundson kandidatëve, posaçërisht kandidatëve të cilët kanë probleme jo me automatikun, mi po me marshin, e lehtëson mësimin e lehtë, domthonë gjermënët e quajnë stres frei, pa stres, pa pikë ngarkese. Çfarë do të thotë nxënësi, instruktori nuk është i detyruar të jetë pranë simulatorit, është punëtori i autoshkollës dhe punëtorët e autoshkollës kanë drejt të jenë pranë nxënësit. Te ky simulator janë 2 mundësi, është vozitja me automatik, me marsh automatik, si duket, edhe vozitja me marsh normal, sikur tek automjetet e autoshkollës. Në këtë rrugtim 30 vjeçar, ai kur nuk e humbi anën njerëzore. Altruizmi i tij nuk u mat me përfitim, por me ndikimin që la te secili që e takoi. Objekti ku jemi këtu gjendet në qytetin e Bonit, me fjalë tjera quhet TÜV Rheinland, ku bëhet vlerësimi nga inxhinierët, cilat janë punëtorë të TÜV-it, të cilët kanë një njohuri dhe e bëjnë një vlerësim, nëse mund ta quajnë një vlerësim shumë korrekt me të gjitha autoshkollat. Vetë përvoja jonë gjatë mësimit teorik edhe praktik është një niveli më të lartë se që e kërkon TÜV-i, sepse vetëm kështu mund të kesh rezultat pozitiv me inxhinierat TÜV-it, sepse janë kërkesat nga TÜV-i janë shumë të larta. Nuk merret dot patent shoferi pa qenë më së i përgatitur, sepse edhe ne si instruktor, edhe TÜV-i manë përgjegjësi morale, edukative ndaj të gjithë pjesëmarrësve dhe nxënësve të cilët janë nën moshën 18 vjeçare. Miqt flasin me fjalë më të mira. Flasin nga përvoja, kujtimi dhe zemra. Ata flasin për një njeri që ndërtoi besim, që respektoi profesionin dhe që ngriti përgjegjësinë në nivel vlere. Shënimi është dëshmi i mirënjohjeje, falënderim për të kaluarën, vlerësim për të tashmen dhe besim për rrugët që presin të hapen, dhe kjo gjunë pas 30 vitesh është e thellë, e pastër dhe e respektuar. Unser Verhältnis ist so, dass wir uns 1996 Raporti jonë miqësor me Dulin daton nga viti 1996, nga ajo kohë kur ishte udhëheqës në disa autoshkolla. Kemi raporte të shkëlqyra shoqërore dhe miqësore. Si shtetas gjerman e vlerësoj integrimin e tij, ndërsa çdo e arritur e tij është perfekt. Andaj është ngritur lart duke u shkolluar dhe profesionalizuar në drejtimin për komunikacion, përkatësisht për instruktor. Të arriturin e tij si shtetas i Kosovës, si shqiptar e mërgjimtar, dhe raporti i tij me kandidat për patent shofer tregon për një personalitet të pashembullt. Jemi krenar me Dulin, të cilin e urojmë dhe njëherësh i dëshirojmë suksese dhe rezultate kulminante si në aspektin profesional, por dhe në atë privat, jo vetëm për këtë jubilet të 30, por edhe për kaq të tjerë të radhës. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. E konsideroj veten me fat që unë njoha me Dulin, ndërsa më gëzojnë pa mas të arriturat dhe kontributi i tij. E kisha synim të pajisem me patent shofer dhe këtë arrita fal profesionalizmit të Dulit. Kjo erdhi thuaja kur gati hoqador nga patent shoferi me që u bë një periudhë kohore e zvarritjes, ndërsa fal profesionalizmit të Dulit i arrita qëllimit. Kur e kuptova edhe veprimtarinë altruiste të Dulit, lutem që fati ta përcjell gjatë gjithë kohës
të ketë jetë të gjatë e të lumtur, ashtu si që i lumturon familjet në nevojë dhe pa dilem, krijuesi e do bamirësin dhe familja Kovaci është me fat që ka një krye familjar si që është Duli. Ja, ich hatte bis 2012 eine eigene Fahrschule. Deri më 2012 isha pronari një autoshkolle private. Ndërkohë u pensionova, ndërsa i kisha 7 vjet të pension. Një ditë të veçantë e të rastit të takova me Dulin, me që rast nga i moment mu dha rasti të bisedoj për t'ju bashkangjitur dhe kontribuar sadopak në autoshkollë dhe ja që 5 vjet jam duke punuar te Duli dhe shpresoj që do të vazhdoj edhe më tej. Ich bin 70 Jahre alt und ich bin seit 2003 in dieser Fahrschule als Fahrlehrer. Jam 70 vjeçar, ndërsa nga viti 2003 jam duke punuar në këtë autoshkollë ku Duli është pronari i tretë në traditën e punës së autoshkollës. U bën 2 vjet që jam i punësuar te Duli dhe kisha dëshirë të përfundoj punën me ish pronarin, por e vazhdova edhe këto 2 vjet. Duli është punëdhënës i shkëlqyshëm me tipare të një kolegu i pashembull. Ky e ka bërë më të mirën e mundshme deri tani. I uroj çdo të mirë tani dhe në të ardhmen me gjenerata të cilat po vazhdojnë punën e suksesshme sikurse deri tani. Von Anfang an sehr, sehr willkommen war. Also man hatte gar keine Probleme, sich anzumelden. E kam kërkuar këtë autoshkollë për të pajisur me njohuri për drejtim të automjetit. Kisha dëgjuar shumë fjalë të mira. Regjistrimi dhe aspektet administrative shkuan shumë mirë, sikurse edhe gjërat teorike me shembuj praktik të cilat instruktori i ligjëronte dhe ashtu arrita të korë suksese të shkëlqyshme në fazën teorike për të vazhduar edhe në fazën e radhës të aspektit praktik. Ndërsa besimin e plot për arritje të suksesit e vërejta qysh në orët e para të realizuara me instruktorin Abdullah Kovaci Dulin, ku e ndjeva veten të sigurt që nga ora e parë ishte gjithçka në rregull dhe jam shumë i kënaqur. Duli ist einer der fantastisch gut integrierten Deutschen. Abdullah Kovaci është një shembull i veçantë i njerëzve me rrënjë nga migracioni që vjen nga Kosova, integruar aq mirë në shtetin gjerman. Është shembull i punës, i aktiviteteve, i të mirave që realizon përmes firmës për vete dhe familjen e tij. Por paralelisht krahas punës, edhe në aspektin humanitar, që në shumë raste në Bankë Kosovës që i kanë ndihmuar, edhe është një shembull konkret ç'është duhet me punuar. Ndërsa politika e migracionit në Gjermani duhet ta ketë shembull. Na duhen njerëz të tillë siç është Duli. E uroj Dulin të vazhdojë me këtë qëndrim që është duke hapruar. Një shembull si Duli, i cili aktualisht menaxhon me 2 autoshkolla, njëra në Duisdorf e tjetra në Meckenheim, është dëshmi e zhvillimit, gjë që i dëshiroj suksese të mëtejme. Kurse sjelljet e tij këtu ndaj qiramërzve, ndaj rrethit këtu, ndaj gjithë njerëzve që e njohin dhe i njeh, është shembull se si reflekton, andaj i dëshiroj gjitha të mirat me plot suksese. Abdullahin e njoh prej vitit 2016, gjatë një vizite që bëri në Kosovë, me një humanist, me një gjerman, i cili tash nuk e di cili është ma humanist, a Duli ai, po megjithatë për i losit barabart. Mu më qiti fati që erdha në Bonn, në Gjermani, për arsye familjare, edhe njofta po ashtu këtu Dulin, edhe kontaktet e para tina e vrejta si diçka ma e veçantë është. Spari, raportit tina me prind, me njerin të ndjerë e me njerin të gjallë. Këtu e posh vlerën e tina të veçantë, për dallim për shumë njerëzve që në perëndim e kanë humbur këtë. E dyta, qysh në fillim i vrejta elementet e para se ai është një person që donë me ndihmu tjerët. Donë me gjetë forma me ndihmu. Edhe unë personalisht, edhe familja ime jemi në mesin e njerëzve që Duli përmes mundësive tina financiare na u ka gjinë në rastin që kam pas me djalin. Po kjo është vetëm njëra unë e medaljes. Pjesa tjetër është Duli vazhdimisht ka kërku hapësina në për Kosovë, në për vendet ndryshme ku janë njerëz me nevojë edhe me i ndihmu.
Jam shumë i lumtur që kam pas rastin me po personalisht disa prej veprave tina. Për shembull në shkollat ndryshme në Kosovë, sidomos në rajonin e Vushtrisë, po edhe shumë njerëz që kanë pas nevojë për kulm, mbi kokë, për nevojë elementare, ushqim, veshmbathje e shumë gjëra tjera për cilat muna rastisht edhe ndoshta me harru ndonjë gjë, mirë po vërtet një djalë i veçantë, një djalë shembull, i cili po vazhdon. Nuk është që po flasim veç çka ka bën të kaluamën, po vazhdon edhe ende sot, edhe jam shumë i bindur që do të vazhdoj edhe më tutje, sepse ashtu e ka synimin si duket. Pak ka firma shqiptare që festojnë 30 vjetor, domthonjë kjo tregon që hyn në mesin e atyre të veçantëve që ka ditë qysh herët të merret me këtë punë, sigurisht është amaneti i prindit, i Ahmetit, i mësuesit, një njeri që ka lënë shumë gjenerata në Kosovë, ka dhënë kontribut shumë të madh dhe ka lënë gjurmë edhe te Duli. I uroj gjithë të mirat, shëndet mas pore dhe i uroj që të vazhdoj. Po një urim veçantë të t'i uroja që ta festojmë edhe 60 vjetorin. Jam shumë i sigurt që Duli do t'jam rridhë dhe të vazhdoj. I uroj gjithë të mirat, ka dhe trashëgimtarë që të premtojnë se do t'jenë rrugën e njëjtë. Rrugtimi i Abdullah Kovacit Dulit mbetet ajo që nuk matet me vite, por me vlera. Ai perfeksionoi profesionin me dije, krimtarin me përgjithësi dhe suksesin me ndershmëri. Çdo arritje e tij ishte fryti i punës së palodhur, por edhe i një familjeje që ishte shtyllë, frymëzim dhe forcë. Veprat e tij nuk u ndërtuan për lavdi personale, por për të shndruar në mirësi për të tjerët. Në çdo sukses kishte dorën e hapur, në çdo arritje zemrën njerëzore. Familja e tij nuk ishte vetëm mbështetje, por pjesë drejt për drejt e kësaj vepre humane, ku puna, korrektësia dhe humanizmi u trashëguan si vlera të përhershme. Sot, kur shohim prapa, kuptojmë se kjo krimtari e veçantë e Abdullah Kovacit Dulit nuk është vetëm histori profesionale, por testament njerëzor. Me që rrugët i asugjeroi i jati, mësues Ahmet Kovaci i trasoi me dije dhe i mbajti të ndriçuara me vepra humane. Kjo është trashëgimia më e madhe, një emër që respektohet, një vepër që jeton dhe një shembull që reflekton.